Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin Zgjohuni me ne. Sot është data 8 dhjetor, një datë që mban peshë të madhe historike dhe simbolike në botë dhe veçanërisht në Shqipëri. Do të udhëtojmë së bashku në përkohë për të zbuluar disa nga ngjarjet dhe figurat që e kanë shënjuar këtë ditë. Do të kthehemi pas në vitin 1863, kur një grup njerëzish me një vizion të madh krijuan kryqin e kuq ndërkombëtar në Gjenevë. Ky organizëm humanitar që edhe sot shpëton jetë në zonat më të vështira të globit, u bë simbol i ndihmës dhe shpresës. Në vitin 1941, kjo ditë shënon hyrjen e Shteteve të Bashkuara në luftën e dytë botërore, një vendim që do të ndryshonte rrjedhën e historisë globale. Në vitin 1974, populli grek votoi për të shfuqizuar monarkinë dhe për të ndërtuar një republikë. Ky akt tregoi forcën e demokracisë në veprim. Por për ne shqiptarët, 8 dhjetori i vitit 1990 është një ditë që na bën krenar. Ishte dita kur studentët e Universitetit të Tiranës nisën protestat që shkundën themelet e regjimit komunist dhe hapën derën për lirinë dhe demokracinë. Dhe fatkeqësisht, 8 dhjetori i vitit 1980 është një ditë zije për muzikën. Pikërisht në këtë ditë, bota humbi një nga ikonat e saj më të mëdha, John Lennon, një zë i paqes dhe një shpirt i lirë, i cili u shua tragjikisht në New York. Do të vjen të flasim për figurat që kanë lindur në datën 8 dhjetor. Në vitin 1542, erdhi në jetë Maria Stuart, mbretëresha e Skocisë, një figurë që mbetet e njohur për dramën dhe tragjedinë e jetës së saj. Në vitin 1765 u lind Eli Whitney, shpikësi makinës së pambukut, një pajisje që transformoi ekonominë amerikane. Ndërkohë në vitin 1925, bota njohu një tjetër yll, Sammy Davis, artisti që me talentin e tij thyen kufit racor dhe krijoi magji në skenë. Një tjetër emër i madh, David Carradine, aktori karizmatik i serialit legjendar Kung Fu, lindi pikërisht sot në vitin 1936. Dhe për të gjithë ju që pëlqeni muzikën moderne, sot feston ditëlindje Nicki Minaj, një nga zërat dhe energjitë më të fuqishme në skenën muzikore. Por kjo ditë na kujton edhe ata që nuk janë më me ne, si Thomas de Quincey, shkrimtari britanik që na dha Confession of an English Opium Eater, i cili u nda nga jeta në vitin 1859. Në vitin 1907 humbëm një tjetër gjeni të letrave, Oscar Wilde, autorin e shuar të The Picture of Dorian Gray. Në vitin 1978, bota i dha lam të mirën Golda Meir, një nga udhëheqëset më të fuqishme të Izraelit. Dhe në vitin 2016 u largua një ikon tjetër, John Glenn, astronauti që e bëri Amerikën krenare duke u bërë njeriu i parë amerikan që orbitonte tokën. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Spinaqi është një burim i shkëlqyer me vitaminë K, A, C dhe acid folik, përveç se është një burim shumë i mirë me mangan, magnez, hekur dhe vitaminë B2. Vitamina K është shumë e rëndësishme për shëndetin e kockave dhe është e vështirë për të gjetur zarzavate me vitaminë K përveç spinaqit. Vitamina A do të ruajë shëndetin e lëkurës dhe syve. Konsumimi i ushqimeve të freskëta të cilat janë të pasura me vitamina A do të mbrojnë trupin nga krijimi i kancerit të zgavrës së gojës dhe mushkrive. Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm, i cili ndihmon trupin të forcojë imunitetin dhe parandalon krijimin e sëmundjeve të ndryshme. Spinaqi është i pasur me minerale si kalium, magnez, mangan, zink dhe bakër. Kaliumi është i rëndësishëm për furnizimin e qelizave me ujë, rregullon punën e zemrës dhe tensionin e gjakut. Mangani dhe bakri janë për përmirësimin e veprimit të antioksidantëve. Bakri është i nevojshëm për trupin për të prodhuar ruazat e kuqe të gjakut. Zinku është i nevojshëm për rritje dhe zhvillim. Spinaqi është një burim i shkëlqyer e acideve yndyrore omega 3, të cilat përmirësojnë koncentrimin, shëndetin e sistemit kardiovaskular. Ngjyra e errët jeshile e gjetheve të spinaqit tregon se ato përmbajnë nivele të larta të klorofilit dhe karotenoidet, që promovojnë shëndetin e mirë.
Këto fitokimikate kanë veti anti-inflamatore dhe anti-kancerogene dhe janë veçanërisht të rëndësishme për një shikim të mirë, duke ndihmuar në parandalimin e degenerimit të muskulit të kataraktit. Parandalon astmën, ultensionin e gjakut të lartë, ju ndihmon të keni flokë dhe lëkurë të shëndetshme, si dhe ndihmon dhe ndikon në shëndetin e kockave, i pasur në antioksidant. Ky ushqim ka veti shumë të larta antioksiduese dhe ju ndihmon shumë në uljen e inflamacionit në trup. Ndihmon në shëndetin e trurit. Konsumimi i spinaqit ndihmon shumë kundër plakjes së trurit. Gjithashtu ndihmon në shëndetin e syve. Luteina është përbërësi që ndihmon shumë në shëndetin e syve. Ndihmon në parandalimin e osteoporozës. Kalciumi, mangane, vitamina K në spinaq ndihmon në ruajtjen e kockave të shëndetshme. Spinaqi ka kalcium, mangan dhe vitaminë K, të cilat janë kaq të rëndësishme për kockat. Trupi juaj gjithmonë i ndërton indet kockore. Spinaqi është i pasur me hekur, i cili ndihmon në ndërtimin e qelizave të kuqe të gjakut të shëndetshme. Ai është një burim vegetarian i hekurit, një mineral që u nevojitet qelizave të kuqe të gjakut të sjellin oksigjenin në zona të ndryshme të trupit. Forcon sistemin imunitar. Vitaminat, mineralet dhe magnezi në spinaq ndihmojnë në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Spinaqi ka vitamina dhe minerale si vitamina E dhe magnez që mbështesin fort sistemin imunitar. Ky sistem ju mbron nga viruset dhe bakteret që shkaktojnë sëmundje. Gjithashtu, mbron trupin tuaj nga gjëra të tjera që mund t'ju dëmtojnë, si toksinat. Mbështet sistemin kardiovaskular. Nitrati dhe kaliumi në spinaq ndihmojnë në mbajtjen e shëndetshme të zemrës dhe enëve të gjakut të shëndetshme. Tani, për biografinë e sotme do të flasim për një grua që ka ndryshuar lojën në muzikën hip-hop dhe pop, një yll që drejtoi skenat botërore me energjinë e saj të jashtëzakonshme. Bëhuni gati të njihin historinë e Nicki Minaj, një emër që sot është sinonim i fuqisë, pasionit dhe suksesit. Nicki e lindur si Onika Tanya Maraj, më 8 dhjetor të vitit 1982, vjen nga Trinidad dhe Tobago. Që në vogëli, jeta e saj ishte e mbushur me sfida. Familja e saj u zhvendos në Queens, New York, ku ajo ishte vetëm 5 vjeç. Babai i saj përballej me varësi nga droga dhe kjo krijoi një mjedis të vështirë për të. Por Nicki nuk lejoi që këto sfida ta ndalonin, përkundrazi ato i dhan forcë. E re dhe ambicioze, ajo studioi për arte dramatike në shkollën e famshme LaGuardia High School në New York. Fillimisht ëndërronte të bëhej aktore, por jeta e saj ndryshoi kur vendosi të ndjek muzikën. Në fillim ajo punonte si kamariere për të mbajtur veten, por gjithmonë e dinte se ishte e destinuar për diçka më të madhe. Nicki filloi të tërhiqte vëmendjen përmes mixtape-eve të saj të para. Mixtape-i saj Beam Me Up Scooty ishte një sukses i vërtet dhe brenda pak kohësh ajo nënshkroi kontratë me Young Money Entertainment. Ishte ky momenti kur bota filloi të dëgjonte për Nicki Minaj. Në vitin 2010, albumi i saj i parë, Pink Friday, e katapultoi në majet e suksesit. Me hite si Super Buzz, Nicki u bë një sensacion global, por ky ishte vetëm fillimi. Albumet e saj të mëvonshme si Pink Friday, Roman Reloaded, The Pink Print dhe Queen dëshmuan se ajo ishte më shumë se një këngëtare, ajo ishte një forcë krijuese që transformoi muzikën hip-hop. Nicki nuk ndalet asnjëherë, nga këngë si Anaconda deri tek bashkëpunimet me artistë si Beyoncé, Drake dhe Ariana Grande, ajo ka krijuar një trashëgimi që të zgjasë përgjithmonë. Në jetën personale, Nicki është martuar me Kenneth Petty dhe në vitin 2020 ajo u bë nën për herë të parë. Ndërsa vazhdon të dominojë skenën muzikore, ajo ka gjetur lumturi në familjen e saj dhe ndan shpesh momente nga kjo fazë e jetës së saj me fansat. Sot Nicki Minaj është një nga artistet më të mëdha të gjithë kohërave. Me 10 çmime rekorde në Billboard dhe një audiencë globale që adhuron, ajo ka lënë gjurmë të pashlyeshme. Për rubrikën kuriozitete, sot do të flasim për gjeografinë emocionale. Gjeografia emocionale është një degë e gjeografisë humane që eksploron marrëdhëniet midis vendeve, hapësirave dhe emocioneve njerëzore.
Kjo fushë interdisiplinare përpiqet të kuptojë se si hapësirat fizike dhe sociale ndikojnë në ndjenjat tona dhe nga ana tjetër, si emocionet tona formosojnë mënyrën se si e perceptojmë botën përreth. Hapësira dhe kujtesa. Një vend i caktuar mund të zëjë kujtime të caktuara për shkak të provojave të kaluara atje. Për shembull, aroma e luleve në një kopsht mund të kujtojë një fëmijëri të lumtur. Male madhështore mund të shkaktojnë ndjesi të nderimit ose respektit, ndërsa një hapësirë urbane e ngjeshur mund të nxjisë ndjesi të stresi apo ankthi. Dhoma e shtëpisë suaj ose një vend i preferuar për meditim shpesh lidhen me ndjenja rehatie dhe qetësie. Një kishë, një xhami ose një tempull mund të krijojë ndjenja përulësie dhe respekti për ata që ndihen të lidhur shpirtërisht në atë hapësirë. Sheshe të caktuara si sheshi Skënderbej në Tiranë ose Trafalgar Square në Londër shpesh shoqërohen me emocione kolektive si krenaria apo zemërimi gjatë protestave apo ngjarjeve të rëndësishme. Monumentet apo vendet e kujtesës mbajnë një barë të madhe emocionale duke zgjeruar ndjenja trishtimi, reflektimi dhe ndonjëherë shpresë për të ardhmen. Arkitektët dhe planifikuesit urban përdorin këto njohuri për të krijuar hapësira që nxisin ndjenja pozitive, si parqe publike apo lagje me dizajn tërheqës. Shumë njerëz udhëtojnë për të vizituar vende që u sjellin qetësi, lumturi ose lidhje me historinë e tyre personale. Psikologët shpesh përdorin konceptet e lidhjes hapësirë-emocion për të ndihmuar pacientët të përballen me provoja traumatike. Por pse është e rëndësishme gjeografia emocionale? Gjeografia emocionale na ndihmon të kuptojmë se hapësirat nuk janë thjesht fizike, por edhe të mbushura me kuptime simbolike dhe ndjesore. Ajo na tregon pse vendet kanë një ndikim kaq të thellë në mendim, kujtimet dhe sjelljet tona. Nëse do të mendoni për një vend që ju ka lënë përshtypje të thellë, qoftë një plazh i qetë, një rrugicë e qytetit të vjetër, apo një mal i mbuluar me dobor, atëherë dhe ju keni përjetuar fuqinë e gjeografisë emocionale. Tani u të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm. Në pjesët perëndimore të vendit pritet alternim kthjellimesh dhe vranësirash mesatare deri në të dendura. Në orët e mëngjesit dhe mbrëmjes ka mundësi për mjegull lokale dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga verilindja me shpejtësi deri në 15 metër për sekond në bregdetare dhe malore, duke krijuar vallëzim detar të forcave 2 deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 6 deri në 9 gradë Celsius, Kukës 1 deri në 7 gradë, Peshkopi 0 deri në 9 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 14 gradë, Durrës 9 deri në 11 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 12 gradë, Elbasan 4 deri në 14 gradë Celsius, Berat 7 deri në 15 gradë, Korçë 0 deri në 8 gradë Celsius, Vlorë 8 deri në 13 gradë, Gjirokastër 2 deri në 7 gradë, Sarandë 8 deri në 13 gradë Celsius. Tani u të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Për datën 8 dhjetor 2024, moti në Kosovë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rreshje shiu, interval kthjellimesh dhe mjegull në disa zona të ulta gjatë mëngjesit. Temperatura do të ndryshojnë nga -2 gradë Celsius deri në 1 gradë Celsius në mëngjes, ndërsa maksimalet parashikohen të jetë 7 deri në 9 gradë gjatë ditës. Era do të fryjë lehtë në verilindje, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 0 deri në 6 gradë Celsius, Podujev -3 deri në 6 gradë, Skënderaj -2 deri në 5 gradë Celsius, Pej 1 deri në 5 gradë,
Prishtinë -1 deri në 6 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 6 gradë. Malishev -1 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 7 gradë. Ferizaj -1 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanek -1 deri në 5 gradë. Suharek 0 deri në 9 gradë. Prizren 0 deri në 7 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.